Dhe ja ku jemi dashurisht te pjesa e kuzhinës, aty ku gatuajmë çdo herë. Është shumë kënaqësi e madhe kur e dim që receta të shëndetshme fëmijët hajnë konsumojnë gjatë ditës kur janë në shkollë. Këtë lehtësim e kam unë që i kam të dy djemt në shkollën finlandeze. Imagjino supën që do ta përgatisim sot është vetëm një nga recetat që fëmijët tuaj mund të kenë mundësi të konsumojnë në menyn javore të tyre. Për të gatuar, sot e kam një prej mësuesve më simpatike të shkollës finlandeze, Shemsia Tigani, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Po e tham që shtu inshallah s'kan me mujdhnu tjerë teacher. Kreti du, kreti janë simpatik, kreti janë shumë mirë. A pajto? Besoj që pajtonë edhe ata tjerë. Po më pëlqen. Okej, kemi një raport shumë të mirë me gjithë stafin, kështu që nëse ishtë dash me zgjidh një konkurs se kush duket shumë mirë, shumë cool, shumë e afërt, me ndonë që janë krejt, po unë që të kisha vequ, e di që shtash e hongra, fëmijët kanë me pësu për mu. Faleminderit shumë. Lutem shumë kënaqësi. Gjithashtu kemi kënaqësinë edhe me pas prindër, siç jeni ju të përkushtuar, edhe që na besojnë shumë neve. Absolutisht, po. Në momentin që i kam sjell aty, kam vendosur edhe jam kanë e sigurt që duhet më u besu. Faleminderit shumë. Unë thashë një recetë të tillë kanë mundësi fëmijët me konsumu çdo ditë në përditshmërinë e tyre në menyt javore që ndryshojnë. E vërtet, pikërisht receta që do ta përgatisim sot ka të bëjë është tipike një pjatë finlandeze. Është një supë me salmon, ku në fillim e kemi buterin e gatuim me pore, mandej shtojmë karrotën edhe patatën, e qëru ma herët. Langu i peshkut, i cili shtohet për zirje me melmesa, edhe para se të gatuhet i shtohet salmoni, në fond me melmesa edhe krema për zirje. Po, kjo recetë përveç që është recetë finlandeze dhe përveç që është në shkollë, të e gatun edhe në shtëpi, besoj mësuesja shem. Po ta mësuesja shem, ashtu që shtojnë fëmijët. Në shkollë je arsimtare e gjuhës shqipe. Edhe landës home economics, që thot ekonomi shtëpiake, ku nxënësat tonë kanë mundësin të aftësohen të ardhmen për jetë, që të jetojnë, studiojnë jashtë, edhe t'i kanë gatimet bazike të kanë mundësi ata vetë me u përkujdes për veten, duke fillu pra hapat e parë që i marrin shkollë me ushqimet shëndetshme, duke fillu prej ekonomisë, prej organizimit, prej blerjes, prej mundësive, prej gjithçka. Po, ne mund të fillojmë të gatojmë, në ndërkohë do të ndërhyre pasere me pyetje, po ti mos u dekoncentra, ti vazhdo gatuaj. Po daj edhe buterin fillimisht, apo? Dhe pastaj puri. Derisa shkrihet edhe mandej fillojmë me gatuar me derisa shkrihet buteri, është shumë e rëndësishme me ditë prindrit që fëmijët mësojnë edhe shprehi që i përmende, të cilat janë të nevojshme ti njohim, siç është gatimi, hekurosja, larja, inve, rrobave, çdo gjë tjetër. Këto mësohen qysh në klasat përkatëse çdo vit shtohen edhe kompletohen me plan programe që i përkasin moshës. Është plan zgjedhore mësuesja shem kjo, apo e kanë obligative? Jo, është plan obligative prej klasë. Në vërtet e kanë prej fillimit që në klasën e parë derisa me mësuesën parë, kur fillojnë hapat që ndahen të arsimtar përkatës, atëherë i mësojnë prej pjesëve njohurive me kuzhinën, me frigoriferin, me si duhet madje t'i organizojmë, si duhet të shikojmë afatin e produkteve, që ata mos të blejnë gjërat që zakonisht blejmë na, por ajo e cila është ma afër afatit, ta vendosim ma përpara që të kemi mundësi, edhe ta ruajmë buxhetin e shtëpisë, por edhe t'i kemi gjithherë gjërat e gatshme. E freskëta dhe të gatshme. Pasi që të shkrihet vendosim purinin. Purinin, për krejt ata që e dojnë purinin, opcionale është munden edhe... Ka mundësi edhe qepa, mirë po derisa gatuhet, vetëm shia mbetet jashtëzakonisht e mirë prej puri, po mundet edhe me qep, por si mas opcionale mundet edhe ka dikush që nuk e pëlqen purinin. Nuk e pëlqen, por... Gjithse unë vazhdoj me menu që purini kur gatuhet është shumë ma i shishëm se qepa. Kur gatuhet. Se kur është i pa gatuar e ka erën shumë atron. Unë e kam edhe receta jashtëzakonisht shëndetshme edhe me sallatat të ndryshme me pure, që kanë vlerat të mëdha ushqyse dhe marrin vitamina dhe i konsumojmë. Diçka që ka metë prej kohësh, jo purini nuk është farti. Me të vërtet, unë e gatuj në supa, në salata, në pite, burin e kam shumë arakli. Okej, na mundohemi me u ik pak brumave, po prapë se prapë është pjesë e traditës tonë dhe është pjesa ma e shishme e tavelinës shqiptare. Është një pjesë që gjithçka lejohet kur është me mas. Po. Gjithçka që e teprojnë... Kjo është e keq jam se si ashtë me pitës që kur janë nisë.
Jo munësh, e mandej mësohesh edhe... Nashta pajtohet bashkëshorti që është maragli pitës. Jo, as pajtohet, e hanë vesh një copi mjafton alë, me te. Unë kërpëzaj me angër pitë e thama, e prisha dietën? Po vazhdoj. 3 copa. Po mos e praktikoni të shtëpia këto dashurimisht. Shumë. Në ndërkohë derisa ti po gajtun, nuk po du me ndërhy, po më intereson sa kanë interesim fëmijat te pjesa e kuzhinës. Edhe ma shumë du me ditë të gjinia mashkullore. Se tradicionalisht nuk është që nonat tona i kanë mësu shumë djemë, edhe pse kanë ndryshu këtë fenomen. Është jashtëzakonisht interesante që edhe djemë të na janë shumë të interesum. Mandej edhe gjërat që i mësojmë në shkollë, gatimet të ndryshme. Shumë herë ja u sugjeroj bërja një befasi prindërve në shtëpi, ndo një vikend, shtunë ose të diel, me përgadit diçka që kemi mësu në shkollë, edhe prind mandej janë shumë të lumëtun, bashkë me fëmijët e tyre, ku edhe shumë herë në takimet me prindër më kërkojnë, o të lutëm, vazhdo mësoj diçka edhe na bojnë të mirë në shtëpi. Tash pe di pse pëmbon ili ka shumë befasi, mu po gatun çdo vikend. Kështu që falemderit, mësur se Kështu që kanë fillu edhe djemë, qoftë në pastrim, në larjen e enve, në organizim, ti mësojmë andej se si pastrohen edhe robat në roba larse, e praktikojnë taman, po gjithë shka vendosën robat, edhe të si cila veshje i kontrollojmë të pjesa e mbrëmshme që është etiketa ku të regon a duhet hekurosën çfarë temperature, kështu që të kenë kujdes, edhe të ngjyrat e robave, të mos ngatrohen me ngjyrat e bardha. Mandej edhe i mësojmë se si të bëjmë organizimin edhe në për dhomat e tyre, sa është dihet shumica fëmijëve tani kanë dhomat e veta. Unë i kërkoj që ta bëjnë ka një foto para dhe pas. Dhe me thonë si është duk dolapi tyre para se me pastru edhe me regullu ata, edhe si duket tani, që ata i kanë regullu, befasohesh me fotot jashtëzakonisht mira ku i regullojnë veshjet e tyre me ngjyra. Kështu që ajo është një arritje që normalisht thuhet një fjalë popull çka mbjell kur, është mirë prej ministershme me au mësu, po prapë se prapë të paktën edhe në shkollë ta kenë si lëndë obligative është ideja më e mirë. Mandej, po, ata organizohen edhe bashkë, në një grup i 5-6 vetave, i ndajnë punët, për shembull, njëri bën larjen e perimeve, tjetri bën grumbullimin, pastrimin e kuzhinës, mandej prerjen, coptimin, mësohen si ta përdorin thikën edhe gjithçka, sepse është pak rrezik për fillestarët. Po, mirë po, ata të cilët janë më të kujdesshëm bëhet shpërndarja e punëve përkatësisht prej paka shumë sa ata kanë mundësi, tjerë të mësojnë duke e pa. Zakonisht ju e dini që në shkollën tonë gjitha projektet punohen, edhe mësimi më i mirë është nëpërmes projekteve dhe kur e shohin në përditshmëri. Kurimi karota dhe patatja. Tash shtojmë edhe patatet. Kjo do t'jetë një krem sup në fund, apo e lënë të copëzuar? Jo, kështu do t'jetë, vetëm që do të ketë lëngë më shumë, pak derisa të fërgohet edhe bashkohen, po mendoj shijet. Edhe besoj që tani e vreni një aromë, pak ma... A në që shumë undë? Dosh me prit pak, kështu që besoj që kemi shiju një sup të mirë, edhe shumë që me gjithë arsye më arë për ditë në shkollë, kështë e kom të kemë me mësusa, më arë me provu shimet. E kemi edhe një prind, vjen shpesh me marë fëmijën e vetë prej shkollës, edhe fëmija i vetë i vogël klasën e parta, kur i registru thati në shkollë të na. Dhe më thënë që po vjen gjdo Ka ditë. shpesh. Edhe kështu që të registrojmë edhe ty. Registrojmë edhe mu klasë parë, se ma shumë kanë privilegjet voglet, hinë paranë, hinë partë. Mësës Jashim, ajo, unë po shpresoj që sa kam një përgjigje dëshpruese, po prej djemve dhe vajzave, a ka më shumë që janë të njohun me praktikat e punës prej vajzave dhe apo djemve? Që e din, për shembull, unë e di që kur ka ardhur, jam e sigurt edhe jam shumë krenare që kur ka ardhur Nili, djalja im i madh në shkollë, i ka ditë shumicën prej shtinës që ka mësonin në shkollë. Djalja im i vogël, nuk e ka qatë praktikë si ai. Për shembull, kush gjini ka më shumë praktikë në këtë në shtëpi para se me ardhë shkollë? Para se me ardhë nuk kanë shumë. Në përgjithësi nuk isha pas, nuk moj me përcaktu me gjini, sepse jashtëzakonisht mirë qëndron edhe gjinia mashkullore. Super. Kështu që
ndodhë që janë vetëm 2 djemë një familje dhe s'kanë motër dhe ata mandej dashte pa dashte lujnë rolin e një dinë si të vogël dhe të motrës të nanës. Në këtë rast edhe janë shumë të lumtur kur i ndihmojnë. Dinë me gatu gjërat bazike, mandej me u kujdes për veshjet e tyre, kështu që jemi duke përmirësu sa i përket asaj ndarjes së gjinive dhe tash janë goxha të mirë dhe atëherë kur kërkojmë që vullnetar cilë tjetë në një klasë, janë pothuajse të 2 gjinive. Sa mirë. Kështu që shumë mirë, ata dhe është një revolucion të themi. Me të vërtet po, edhe gjenerata jonë e dim që s'ka qenë praktik. Po, s'ka qenë, po ata mësohen prej disa klasës të parë dhe mandej e kanë më të lehtë, sepse jo gjithherë na e dim pe i kohës time, sidomos e ti e shumë are, kështu që edhe pse prindët e mi me të vërtet nuk kanë bo ndallimin mes gjinive, na si fëmijë njëri ka pas me shtru sofrën, tjetëri me lajen, edhe tjetëri ai çaj tradicional. E ka pas motra gjithherë. Po, edhe çajin, sepse i kemi javët, e kemi muajt edhe javët tradicionalit kulturave të ndryshme. Kështu që prej kulturës tonë tradicionale, na i mësojmë kulturën Norvegjisë, Finlandës, vendet skandinave, mandej të Meksikës, e i pëlqejnë shumë ushqimin meksikan. Edhe italian, edhe pse po i largohemi edhe po ikim shumë brumnave, nxënësat sa tonë janë mësu me gatu, me bobok, qysh me nxonë kosin, djathin, edhe shumë gjarat përditshme të cilat. Brumin e picës, mirë po një që se kemi mësu deri tash është kërkesa shumë e madhe kur afrohemi afër festave të Bajramit. Nxënësat më kërkojnë, a do gatujmë baklavë? Të baklava është pak i vështirë. E bi vjehrën që ju mëson se i bën shumë të mirë. Edhe Ariane se tash pi marrim do gjyshe, tash vetë na promovojnë. E kështu që ndoshta e shtyjmë po edhe na tregojnë. Po baklava është diçka që lyp shumë kohë, e mbrana orëve që i kemi të përcaktume për këtë gjallë. Po, atëherë nuk fillojnë edhe me prezentu. Tash i shtojmë langun me perime edhe me peshkun. Tash pritet me uzi kjo masa? Po, kjo masa tash duhet me uzi. Para zirjes vendosët sepse salmonit nuk i duhet shumë kohë për me u gatu. Ndoshta 10 minuta, pas 10 minutave që zihen, i vendosim kremën e kuzhinës edhe melmesët, koprën edhe majdanozin. Sa minuta e zi? Këto pa melmesa? Kjo 15 minuta. 15 pa melmesa. Dhe më thonë melmesat edhe salmonin në fund të krejt. Salmoni i donë 10 minuta, edhe mandej 5 minuta me krem kuzhine edhe me melmesa dhe supa është gati për servim. Po e presim 15 minuta. Po. Jemi pas 15 minuta dashur mesh. Të gatuhet edhe kthehen pasoj. Dhe jemi rikthi pas 15 minutave. Derisa supa është zi, unë edhe mësusja shem jemi hutu qa shumë të folë për fëmijë, kemi vendosë edhe salmonin, edhe kremin. Salmonin e kremin tash do ta vendosim. A kremin se kemi vendosë alo. Po jemi hutu sepse temat e fëmijëve gjithmonë janë emocionale dhe mësusja shem ketë më tregu se sa me dashni e bën punën e saj. Sa vite të kam bërë? E vërtet, unë që 8 vjetë prej fillimit jemi në shkollën finlandeze edhe prej mas para luftës i bjen afer 25 vjetëri. E sa gjenerata ka dalë prej te, osa e lumë të rdush me qenë. Shumë shpesh që tash së shpetin korrek fillon ftesat e martesës në nxënësave të mi. O zot, çfarë emocioni! Pikërisht gjenerata e parë që ka dalë prej finishit, shkollës tonë. Edhe para 2 ditë e nërë ftesa, tash është e mundën që para me në ditje në konë që aty në bënd. Shumë shpesh edhe i tonë, kur të rriteni, takohemi është ndjenja ma e mirë kur e shep, shamull një gazetor, një mjek, një arkitek, një nxënësi. Mandej shumë shpesh edhe kom taku, kom rastis me qenë edhe kolegë me nxënësat e mi. O, zot sa mirë. Kanë përfundu studimet edhe mandej kanë ardhë edhe në stafin e shkollës finlandeze njëtë si staf shumë i ri edhe shumë i mirë.
Kështu që shumica mos them që të gjithë mund t'jenë nxënësit e mi. O, zote, e që pa ndjenje mirë plakmoj edhe po gjelozaj për këtë... Kështu që për fëmita atilë, si që patët i kemi shumë nxënësa tonë, me të vërtet na e bojnë edhe jetën, edhe profesionin, edhe gjithë shka me dosh më shumë edhe me punu me dosh ma letë. profesionin edhe me punu. Bravo. Sa për informim të shikuzve është edhe receta aty? Do me thonë gjalpa, purine, karota, patatja, salmoni, melmesat, uji, me perime janë të vendosura të gjitha këtu. Na kam bet me shtu vetëm? Na kam bet vetëm me shtu kremin e kja kuzhinës. shtohet kurzihet komplet, edhe salmoni 10 minuta. 5 minuta. Po, salmonit i duhet pak për me u zi. Ta me lam kam fund edhe për me u pa procesi finales. Tash po e hedhim edhe... Krem supën. Krem supë. Më falë. Habite. U habita dhonë. Qa shumë ka ndonë dashni sot fëmija? Nxënësa shumë herë, qka do që të bojmë, na si arsimtar, mendojnë që është e drejtë. Unë i thamë, ju duhen e edhe me na korrigjuar dhe kur s'është mirë. S'do me thonë që... Aja është shumë e mirë dhe më përqenë fazat që ne përjetojnë që... Ti nuk gabon asë në herë. Jo, unë gaboj që s'gaboj, unë vica thash krem supë. Jo, është deformim profesional i joni që i besojmë shumë. E vërtet është. Por kjo, unë kisha me të krem supa që e ke po. Krem supa. Sepse është një prej supave që unë e praktikoj. Edhe pe di që je pak undë. Unë që jam pak, jam shumë undë. Unë jam prej personave ma gurman që ti ke mujtë me taku. Do me thonë, ti nëse i qetë 10 recita, e shtu, unë nuk tham bima veç ta, unë i provoj të drekat. Po më pëlqen. Unë e des për ushqim. Edhe, adin qysh, buke krip, me më thonë, në buke krip sheshe me ha. Do me thonë, nuk kam kajde në ushqim. Shoqe, pra, po delshim bashkë. Dalim kur dush. Hajmë buke krip e zemër. Kjo krem supat, cilën e ki pregadit, përveç që është një prej supave ma të shëndetshme dhe që duni me pas praktik të rutinave ditore në shtëpi tuaja, rekomandoj shumë që ta bëni çdo herë të freskët. Sidomos ushqimet e peshkut, kur janë të kombinuara, nuk rekomandohet me i rujt për nesërmen, kështu që është detaj që duhet mos me haru me cek. Se ka supa që i rujt për supa e mishit të viçit, mund të ruhet për nesër. Janë disa perimeve... Edhe krem supa që bluhen mandej me gjitha melmesat, mundet me normal në kushtet... Normal, po. Pa vash me trujtës. Në hermetikisht, në frigorifer. Apo ma qëtë pak supa manë. Po si? Sa unë t'jam edhe qërë edhe, po besoj, sot jeni shumë makalla blak, shkoni dikush në pauzë. Se s'na del supa krejtve. Jo, unë komendu pak edhe për shumicën, edhe komendos pak ma shumë. Zakonisht një... Edhe një luga për ma gjenë, që qatë është fare dak. Kush ma ka marrë lugën? Këta gjelozat ma kanë marrë lugën mes me piju në supën. Po që, unë e bëj zgjidhje. E marrë me këtë lugën e vogël. Ta shumë të servaj. Të lutëm, hajtë për t'ala privilegjin. Në shkollën finlandeze, dashërmesh, derisa mësusja shem e servan supën, për transparentës të prindërve e dërgojnë menu në shkollës çdo javë, sepse ndryshon. Një hanë deri të premte nuk është e njëjtë me hanën dhe të premten tjetër. Është nëse s'gaboj në mënyrë 2 javore ose javore. Javore. Do me thonë 4 javë të mujit është ndryshe. Po. Për një muj e dërgojmë krejt menu që ka do të ketë mrena 3 shujtave që janë në shkollën tonë. Normalisht unë e diskutova ma herët edhe me Edliren, zyrtaren për komunikim, që çdo herë ka dhe fëmijë cilët kanë kojde që themi na në gjuhën tonë, po kjo është për mja ndru shprejnë. Nëse një fëmijë mësu me hangër pizza shumë shpesh, në shkollën finlandeze e ka mundësin më mësu edhe me hangër supën me salmon, edhe me hangër risotton me perime, edhe gjitha ushqimet që janë shnetshme që bën kojde javë të para, po një ditë edhe mësohet. Që është mirë dhe prind me kont fort në kojde të fëmijëve, mos me u lëvizë, me thonë hajtë pja do ushqimin me vete, leni le të mësojnë rutinat e shëndetshme që shkolla, o, zotë qa ira e mirë për vjanë. Do me thoi, ju nuk e keni ide në qëfar ira e mirë për vjanë. Më falë, e jam ja është që kjo, po, mu i mishti shtu hu të kre. E jotja është. Jo, e jam ja është Alban. Liresh mund është me shku me pini gotë ujë. O, zotë. Do me thonë, shëqër që nuk kam pesh, sa ha. Po. Sin, ma gjetë lugën, shpit e ma ka gjetë lugën. U familjarizova me njëherë me ambientin e juj. O, shumë e nëzet. Për ata që nuk i dojnë supat me copa, munden me blu edhe me bë krem supë. Vetëm veçantia e kësaj është në gjithë formë, mas e kemi jashtëzakonisht... O, zotë sa e mirë. Me thonë salmonin munden me marë të freskët si kur na, dhe më tha që munden me marë edhe... Po, nëse, se varësisht e na paka shumë, po na është dhe ushqime që janë pak matralla, kështu që në pa mundësi me gjithë të freskët,
mojmë edhe është sa i përket me mesave, kripët e këto. O, zë te bërë mirë. Lumë si që bësh janë. Hajtë se të arrash tash një pjatë vogël. Shumë konkurent ki se i nalë dhe Fëmija janë të nafrit. Dhe më thonë sot i kom pas ditën më të lumëtër të gjirimeve. Mos të më preken mesafir tjesh, dhe herë është knatësi. Po me punu me fëmijë edhe sot kom pas më duket 50 fëmijë në studio. E vërtet. Edhe me ongën e ushqim që ka të sheshëm e të shnetshëm. Me thonë shumë meritore. Më ka uru zoti që kom pas një ditë të tillë sot. Edhe ti e din se sa të veçantë kam. Faleminderit shumë. E di shumë momentin e parë që jemi pa. Ka pas diçka një kimi. Një kimi. Në shkollë nuk ma ka dash kimin, po me ty e kom kuptu. Faleminderit shumë. Knatësi me të vërtet. Ju uroj punë të mbarë dhe gjithçka të bëhet mire me suksese. Misionin e kemi të ne, kjo për fëmijën për qytetarë, që është besoj që t'ja dalim. Shumë e qëllume. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dashur veç, kjo ka qenë mësuesja Shem, për ndryshe shkencëje Tigani, është mësuesja e gjuhës shqipe në shkollën finlandeze, por njëkohësisht një lanë specifike ka me fëmijët, që është obligative tha dhe vetë, që i mëson fëmijët të gatuajnë, të lajnë rroba, të lajnë enë, të rendisin pjatat, enët në kuzhinë, ta njohin kuzhinën, ta dinë çka vendoset në fillim të frigoriferit e çka mbrapa, të njohin si shikojnë produktet dhe afatet e tyne dhe të gatuajnë e çdo gjë tjetër që ka të bëjë me kujdesin që na duhet ta dimë secili prej neve sa herë që jemi vetë në shtëpi, po s'do me thonë me ka vetë, edhe me i babe fasi, prindërve, motrëve, nanës, babes, sigurisht, edhe aftësimi për të ardhmë ju përgëzaj për një punë të madhe që bani. Faleminderit shumë. Edhe juve faleminderit dashur miq, këtë recetë provojeni, patjetër se është shumë e shijshme. Ne takohemi të dielën tjetër. Shfrytëzoj rastin që mi uru ditën e fëmijëve. Fillimisht uroj shumë shëndet për krejt fëmijët tuaj, edhe shumë suksese, le t'i arrijnë qëllimet dhe ambicjet e veta. Krejt çka lutem për prindit është t'i kuptojmë, t'i ndëgjojmë, pa i gjykuar dhe t'i përkrojmë në ëndrat, edhe pse na herë munden me na u dok që s'kan sens me ato që na dojmë, po nuk mundemi me i realizu ëndrat tona përmes fëmijëve tonë. Leni ata t'i realizojnë ëndrat e veta. Tonat çka kemi mri mirë, çka s'kemi mri, kanë shku. Nuk mundemi me bë fëmijë arkitektë vetë pse na kemi dashur. Leni të lirë le të vendosë çka don. Edhe jam i lumtur që po rritem në një epokë të tillë, e po plakem në një epokë të tillë ku mendimi i fëmijës është shumë i respektueshëm. Mirëmbëjtje, shëndet e paqe të fat e lumturi çdo herë.